Poetja Majlin Sinani Lula i përdor gurët si metafor për kujtesën, mungesën dhe përjetësinë. Në librin e saj të parë me titull Muran Fjalash, që i dedikohet gjyshës së saj, autorja eksploron kujtesën, dashurinë dhe ekzistencën. Ndërsa, në librin e dytë me titull I njëjti gur, ndërthur ndjenjat personale me reflektimin shpirtëror, duke krijuar një poezi të thellë dhe të ndjerë, ku dialekti geg dhe imazhet natyrore ftojnë lexuesin të ndjejë kohën, humbjen dhe marrëdhëniet njerëzore. Në këto poezi njeriu dhe koha nuk ndahen. Guri bëhet dëshmitari asaj që thuhet, i pritjes, i qëndresës heshton, sepse Majlinda shkruan si dikush që ka jetë gjatë me një peshë rand, mbi shpinë dhe nuk e ka humbë dritën përpara. Në vargjet e saj nuk ka as keqardhje e as trishtim. Përkundrazi, gjejmë aty një urti që vjen prej një përvoje jo të lehtë, një njeriu që edhe pse ka pa jetën pa iluzione, nuk është dorëzu kur. Në poezinë e saj heshtja nuk është zbrasti, është formë e njohjes që as fjala nuk përdoret për me tregu, për me u rrëfy, por për me rujt atë që s'mund thuhet ndryshe. Prandaj poezitë e librit I njëjti gur vazhdojnë me frymu gjatë mendjen e lexuesit edhe mas faqes fundit librit. Dot derisa Herakliti e sheh Tegunin si pjesë të rendit të pandryshueshëm të kozmosit, poetja Majlinda përçon të njëjtin varg filozofik në librin e saj të dytë, I njëjti gur, shtëpia votuese Lidera 2025. Ky simbol I njëjtë shfaqet edhe në librin e parë Muran Fjalash, ku gurët përfasonin përvujtjen, kujtime dhe analogjinë historike, ndërsa në librin e dytë ato zhvillonin një dimension më intim, mediativ mbi kohën, mungesën dhe marrëdhëniet njerëzore. Gurët për poetën nuk janë thjesht objekte të inorganizuara, por bartin peshën e përgjegjësisë dhe reflektimit shpirtëror. Në Muran Fjalash, gurët vijnë si moran që ndërtojnë kujtesën kolektive e personale, duke bërë metafore barrës historike shpirtërore. Në librin e dytë, gurët shfaqen ndryshe si shenjë të një meditimi të thellë, që lidhet jo vetëm me historinë, por me një përjetim të drejtë për drejtë të mungesës dhe të kalëshmërisë. Në këtë mënyrë poetja ruan një linjë poetike të pandërprerë, por gjithashtu shpalos edhe një zhvillim të qartë krijues. Libri I njëjti gur është I ndarë në dy tufa, të cilat simbolizojnë ndarjen figurative të gurit në dysh, si dhe në kërkim të thesarëve të fshehur të historisë njerëzore. Çdo tufë ka karakterin e vet dhe një fokus tematik të qartë. Pjesa e parë e librit hapet me një pazullim kohor të taquja dhe atmosferë misteri, pa ditë, maji e emnit, mi mban pezull stilet, faqe 9. Që në fillim poetja ndërton bazën për reflektimin mbi rrjedhën e kohës, humbjen dhe pasigurinë, duke paraqitur individin si një entitet në pezullim midis të tashmës dhe së shkuarës. Ky pezullim nuk është të irasishëm, është nisja një meditimi të gjatë që përmes vargu dhe lirë do të shoqërojë lexuesin për gjatë gjithë tufës së parë. Në këtë pjesë, kujtimet dhe përjetimet e brendshme ndërthuren me natyrën, universin. Përdorimi figurativ poetik është I thellë dhe preciz, I marrë si ditë të zbrazna, si ëndra të pame dhe avojsh në xham e hidhen në trast, faqe 12. Do të krijojnë një ndjesi bështllëku dhe pritshmërie të humbur. Poetja ndërton gjithashtu edhe peizazhe ku mungesa njerëzore është absolute, mungesë njerëzore në përgjumjen e kohës së undshme përpinë, faqe 27. Ky varg shfaq botën si një realitet të ftoftë të zbrast pa shenjë jetë. Ku fjala s'ka cak, as mendja, ndallit e pafundme. Këtu kuptohet si mungesa nuk është vetëm emocionale, por edhe filozofike, një bështllëk që përpin gjithçka deri edhe në fjalë. Një tjetër poezi domethënëse është edhe botë e lashtë, faqe 29. Ku poetja ndërton një realitet të përmbysur, simbolet e natyrës e të jetës humbasin kuptimin e zakonshëm dhe lexohen ndryshe si një pasqyrë e shtrëmbuar. Kur dheu ik nën kamb, shiu djeg e ajri vjen I ram. Çdo vargje shfaqin natyrën si një hapësirë tensioni dhe ankthi, ku busulla përzin drejtimet dhe hëna shfaqet si hark I Artemisës. Poetja nafton të lexojmë realitetin si një lojë të brisht, shenjash ku gjithçka është e levishme dhe e përkohshme. Në tërësi, tufa e parë pasqyron një udhtim introspektiv, ku poetja ndërthur elemente natyrore, filozofike dhe mitologjike për të krijuar një univers ku koha dhe kujtesa dhe ndjenjat bashkëveprojnë në rrjedhë të pandërprerë.
Këtu kemi një paralelizëm të qartë të quhen mes Muran fjalësh në librin e parë, gurët dhe fjalësh shfaqen si simboli për vujtjes e i përgjithësisë së kujtimeve, ndërsa këtu gurët e kohës dhe kujtesës shndrohen në elemente introspektive. Muzgo kam kryqet në ballin tem, e duar tanë noçka pragdimin e shpirtit ma thonë. Ky është qasti kur zani i zemrës brofet, rrugën ndron, mbahet sy e në koridore kohe në të nakëthinat më qatë. Endem, e zdia jam trup, andoshta beq erë, që rëmoj me e gjetë një unë prej meje të humbun ka herë. Diku e kam lanë, diku fshehje kam, atun të moqme te i dukshme si uj e herash si gjamë. Zani i zemrës dore nuk më lëshon, gryem bashk verbnis, në përnet të harrueme pojeve të boshësis. Idhnake, tirnosuna, të përzieme në rend, gremina është kohës hedhën në truq një vend. Trazimit shprushjes me e gjetë, atë unë prej meje që zdisim ka ikë, qielit gufu në resh, spraj të e lypë. E dëshmuar si poet e talentuar që me librin e saj të parë poetik Muran fjalësh 2021, Majlinda Sinani Lulaj vjen tash i ridëshmuar si poet me librin e saj të dytë poetik I njëjti gur, I cili ka një ndërlidhje të fortë qoftë në kuptimin konceptual, qoftë në kuptimin metaforik e simbolik, domthonë guri është atë. Duke qenë lexues I vëmendshëm I poezisë së Majlindës, mund të them pa hezitim se idetë e saj poetike ka një koherencë dhe një kohezion të qëndrueshëm dhe si të tilla për asnjë çast nuk mbeten të paralizuara si në aspektin letrar artistik, ashtu në aspektin figurativ dhe estetik. Prandaj, se Majlinda Sinani Lulaj është poete, tashmë e dëshmuar nuk ka asnjë dilemë. Unë kam vetëm një dilemë këtu. A është Majlinda poete arkaike në thojza, unë ata që I kuptojnë figurat mund ta marrë mend se çka do të them, apo poete moderne gjithashtu në thojza. Përdryshe asnjë rast tjetra nuk e bëjnë më pak ose më shumë poete. Këtë them për shkak të gjuhës së poezisë së saj. Madje në asnjë mënyrë gjuhës në kuptimin stilistik dhe figurativ, sepse aty thjesht gjuha e saj poetike është e përsosur. Por për shkak të gjuhës së saj të shkrimit praktik, përkatësisht gegnizimit të tekstit poetik. Dhe në këtë plan ajo është edhe arkaike, gjithashtu në thojza, edhe moderne në thojza gjithashtu. Por të kthehemi te libri poetik I Majlindës, I njëjti gur, I cili në një farë mënyre duket të jetë një udhëtim I brendshëm, një rrëfim I një shpirti që kërkon të kuptojë kohën, veten dhe botën që rrethon poezia në korridore kohe. Nëpërmjet vargut poetik të Majlindës duket sikur ecim labirinteve të kujtesës, të shfaqjes së mendimeve dhe të ndjesive, e më përtej duke na bërë dëshmitar të një procesi të thellë introspektimi, ku fjala poetike duket sikur shndrohet në vend qëndrim, ku ndjesh I pushuar, I qetësuar dhe I dritësuar. Libri Majlindës ndonse me vlera të edukshme e të pastra letrare, artistike dhe estetike, vjen pas së tjerash edhe për të sipërfaqësuar të vërteta, jo vetëm poetike, që shpesh rrinë të heshtura brenda nesh. Që në vazhdet e para lexuesit I del përballë një poezi me vazhdet të cilat dalin nga shpirti, nga zemra dhe nuk ka frikë të prek plagët dhe fatthënat e jetës. Për shembull poezia Jetë si prallë. Autorja ndonse shpërfaq, ajo nuk e zbukuron dhimbjen, as nuk e fshin mallin, por jep formë dhe fjalë, sikurse në rastin kur shprehet. Endem e zdi a jam trup, andoshta veç erë, që rëmoj me gjetë një unë prej meje, të humbun ka herë. Janë këto vazhdet të cilat mund të kuptohen si shprehje të fatumit të njeriut modern, të lodhur nga kohët dhe të etur për të rikthyer tek vetvetja. Pjesa dytë fillon me vargjet, ndoshta kur s'ka me ditë, amren vjeshta, amren syt, faqe 50. Ky fragment vendos më njëherë tonin e tufës, introspeksionin, dyshimin, pasigurinë mes reales dhe imagjinat. Vjeshta këtu simbolizon ndryshimin dhe kalimin e kohës, ndërsa syt përfaqësojnë perceptimin e prisht njerëzor. Në këtë pjesë poetja përqendrohet më shumë tek mungesa dhe reflektimi shpirtëror,
ndërsa poezia që jep titull librit është treguesi i qartë, është mungesa jote, trokohet në pasqyrë e bëhet vjesht. Faqe 57. Këto shfaqet kontradikta midis bukurimit dhe humbjes, mungesa e cila zakonisht është e hidhur, kthehet në një imazh të pasqyrës, në një vjesht që mbështjell shpirtin në mall dhe melankoli. Vargjet e fundit të tupës që përmbledhen edhe emrin e librit janë dhe më të fuqishme. Mungesa jote grimohet ndryshe, ndër tjera stin në kaldërm të pritjes. Më rrethon si mu, në të cilën mesnata është gjithmonë i njëjti gur. Faqe 58. Ky fund i jep librit gravitetin e përhershëm të gurit, metafora qëndrueshmërisë, barrës dhe presisë që nuk ndryshon pavarësisht stinëve apo problemeve. Në këtu fasim edhe poezi ku reflektohet mbi marrëdhëniet njerëzore, fjalë e heshtun, kujtime që nxiten si hije, apo portrete të humbura në kohë. Këto fragmente tregojnë një dialog të mbrëmshëm mes së shkurës dhe së tashmës, ku mungesa bëhet prani dhe kujtesa merr funksion ngushëllues. Në disa poezi, poetja prek edhe dimensionin mitologjik, ana e re, shihet më pas shishi, por si Artemis ha faqen e stomën. Këtu shfaqet lidhja mes përvojës personale dhe një universi më të gjerë, ku përëndit dhe mitët japin ngarkesë simbolike emocioneve të përditshme. Guri nga njëherë është ajo që na kemi në shpirt, që na rëndon brenda, ajo që na rëndon në zemër, nga njerë mund me qenë përditshmëria. Pse gur, duke se guri është shumë i ftohtë, vazhdueshëm i ftohtë. Të bën me pa ose me një gjithçka pa emocion. Dhe ka njerë njihem mrena një atmosfere tillë, nuk e dia ndodh me tjerë, ndodh me mu shpesher, sikur jemi të rrethum me gur, sikur jemi të rrethum në një botë pa ndjesi, ose që ka humb rrugës. Ndoshta kjo që ka humb rrugës është ajo që unë po e kërkoj, që po më duket nga ikë dush, që ndoshta jam dhe unë vetë, ndoshta nga njerë unë shndrohem gur, unë jam me pa ndjesi, tentoj me mbrojt vetveten të mirë. Kështu që krejt mund, kuptimet e mundshme që mundet me i pas një gur, transformohen, mendoj, varësisht prej poezisë. Po më vjen e habitshme kur ju po e thoni, sepse unë personalisht nuk është se kom hetu shumë brenda. Kom hetu për shembull shumë fjalën sy, sikur edhe te libri i parë, ose fjalën vjesht, vazhdueshëm, ose dimën goxha shumë, ose zemër goxha shumë, edhe ka njerë i bëj pyetje vetes sa pse. Pse vazhdueshëm. Po që ndoshta flet diçka brenda nesh pa i diktuar na, ç'është duhet me ardh, qoftë si mendim, qoftë si fjalësh. Libri I njëjti gur, përmes reflektimit shpirtëror dhe metaforës së gurit, ndërthur përvojat personale me një meditim të thellë mbi ekzistencën. Poezia është një lloj kaçube, mbas cilës nuk mrin me u fshi. Me qenë mal edhe mshehet dyqysh, me qenë objekt edhe fshihesh disi. Po te poezia s'mundesh me u fshi. Dhe unë mendoj edhe kjo pjesë thjesht e shpërfaq Majlinën që është në përditshmëri. Unë jam për një pjesë, varet krejt kush kur në çfarë momenti më ka taku dhe në çfarë rrethonash më kanë njoftë. Unë besoj fort që këtu me i pyet veç njerëz që më njohin këtu, secili prej tyre ka më dhënë mendim ose ka më thonë Majlinda urtë të rregull që s'flet shumë që shtyhet atje, po dhe janë kjo pjesë atje që thonë jo ajo flet edhe jo s'vin mundal edhe do të thonë e kam përshtypje që po të njëjtën e kam këtu. E kam edhe pjesën e guximit që janë ndoshta në moshën time është tepër e guximshme me i thonë në mënyrën që shikon thonë, po mandej është edhe kjo pjesa tjetër që ajo që na themi është diçka që ja kemi qitë vulën edhe është veç çu themi na dhe s'ka ndryshe. Edhe ndoshta që tu fillon ajo pjesa e frulësisë mandej, kur t'i ofron diçka, por në një botë ku shihet janë të pakufishme në ditë sotme, ti je veç një pikë vogël që tenton me mbri ata pak lexues që mbase mujnë me pëlqy ato çka ti ofron. Por nuk është se e bojmë nomin, as nuk është se çka kemi bojë, një libër i vogël me pak poezi, po që ofron diçka për botës një njeriu që këto e pranoj, domethënë që nuk e kam pas as një jetë lehtë, po edhe një jetë thjesht jure.
Kështu që ndoshta që kjo mandej më jep bërë mjaftueshëm edhe për me shkruaj. Mungesa jote trukohet në pasqyrë e bëhet vjesht. Më rrethon me tana ngjyrat e mashtrimit. Brenda saj diku me të gjetë, me t'i skicue damart e duarve, me t'a ndi zanin në gjyje trishtimit. Kur hamende me zdi vjeshta është mungesa shpi, picroj degësht braktisunat blertën e shikimit. Krejt e thjesht kur mungesa vjen stuhi, bëhem rupe e saj, o tretër ndhej si shi. Me hera, mungesa ngahet gjethi vetmuem e fundit ndërdeg, që dridhet e zitimit me u shkput, a varun për qafim drunjsh me erën me mbet. Mungesa jote grimohet ndryshe ndër tjera stim. E në kaldrëm të pritjes, më rrethon si mur, në të cilin mesnata është gjithmonë i njëjti gur. Temat që shpalosen në librin poetik I njëjti gur janë të thella dhe universale. Ato përfshin kohën që rrjedh pa na pyetur fare, kujtesën që mundohet të ruaj atë që nuk duhet harruar, mallën që peshon mbi shpirt dhe kërkimin e vazhdueshëm të identitetit të rrezikuar për të humbur. Koha te kjo poezi nuk është vetëm matje ditëve, ai është edhe peshë, edhe barë, edhe plagë dhe në të njëjtën kohë është mundësi poetike në tojza për të rilindur. Në një pjesë të madhe të vazhjeve, autorja rikthen kohën në një hapësirë të dukshme, të identifikueshme, të gjallë, ku njeriu ende të humb dhe së edhe rigjen vetveten, sikurse te poezia portret apo te poezia në korridore kohe. Në këtë dimension shpirtëror, poezia më e lindë Sinon Lulajt është mjaft e guzimshme. Ajo merret me çështje të mëdha ekzistenciale, duke u marrë edhe me dramën e brendshme, jo vetëm individuale, sikurse te poezia kur përmendon flaka e kësaj nate, apo te poezia E njëjti gur. Prandaj, më shumë se një rrëfim I thjesht poetik, personal, ky libër shndrohet në një zë përfaqësues për të gjithë njerëzit, sidomos për ata që kanë ndjerë humbjen, vetmin, mallin dhe nevojën për të mos u dorëzuar kurrë. Të kthehemi pak te gjuha e poezisë, e cila është një nga dimensionet e fuqishme të librit. Autorja, pavarësisht pajtimit apo mos pajtimit ton, ka zgjedhur dialektin geg, ndoshta jo për shkak të nostalgjisë, si dialekt I origjinës, I fëmirisë, por si mjet të natyrshëm për të thënë të vërtetat më intime. Prandaj nganjëherë të duket se gegrishtja këtu nuk është thjesht vetëm dialekt, por është një gjuhë poetike e ngrohtë, e gjallë, me fjalë që autorja konsideron se tingëllojnë bukur, duke dhënë vargut një muzikalitet të ndjeshëm dhe një thjeshtësi origjinale. Dhe për më shumë, bukuria e këtij libri është edhe vetë titulli tepër goditës, I njëjti gur, një titull jo geg. Se me pasën gegrisht kështon I njëjtë. Ndërkaq në aspektin ndërtimit figurativ të vargut, mund të themi se sidomos metaforat të shtrira përgjatë vargjeve të librit janë shumë të pastra dhe tepër të ndjeshme. Malli si zhubra këmishe I shton brazdat në ballë. Korridore kuaj ku endet shpirti, vogëlsia e qëndësisë që të gujon në terr. Po kështu duhet theksuar se vargu me lindës nuk përbëhet nga ndonjë skem klasike e ri trimës, e cila aty del rrjedhshëm, por ai duke qenë I lirë është I rrjedhshëm vetvetiu, ritmik dhe I ndjeshëm. Sidoqoftë vëllimi poetik I njëjti gur nuk është një libër që duhet të lexohet thjesht dhe shpejt. Ai kërkon durim për të lexuar, kulturë leximi për të kuptuar, lexim kritik për të përjetuar dhe aftësi për të hyrë në një botë ku idetë, mendimet dhe fjalët janë të mbushura me jetë dhe ndjeshmëri ndaj përjetimeve. Malinda përdor edhe dialektin kek, ashtu siç tha profesori, si bazë gjysore duke pasuruar një me shprehje të përditshme të transformuar me efekt poetik. Më rrem, më ndërmjet, më rrethon, të vlerë të shikje. Do të ky përdorim e bën vargun të ndihet I gjallë, organik, I afërt me metaforën popullore, por njëkohësisht I rafinuar për efekte poetike. Stili I saj karakterizohet me vargje të gjata dhe të lira, shpesh pa shenja piksimi. Kjo strukturë pasuron rrjedhjen e mendimeve dhe ndjenjave, duke krijuar një atmosferë introspektive. Përdorimi I metaforave, elementeve natyrore dhe mitologjike ngrej poezinë në nivel filozofik, ku çdo imazh bart një simbolik më të gjerë. Poetja është mjeshtër në krijimin e imazheve të shtresuara,
kur pamja natyrore bart një kuptim shpirtëror. Për shembull, metafora, i njëjti gur simbolizon qëndrueshmërinë e kujtime, por njëkohësisht është edhe metafore e barrës së përjetshme që njeriu bart. Në Muran Fjallësh, fjalët ndërtojnë një mur simbolik që përfaqëson përvujtjen dhe kujtesën historike, ndërsa poezia aty është më shumë e lidhur me dimensionin kolektiv historik, ku lexuesi ndeshet me analogji që lidhen me identitetin dhe peshën së kaluarës. Në njëti gur, poeti është vendosur drejt një meditimi të brendshëm më personal. Gurat tashmë nuk janë metaforë, mur apo kujtesë. Shenja të kohës, mungesës dhe meditimi shpirtëror. Në këtë kuptim, Muran Fjallësh duket si një prolog, një epilog i hapur që vret vazhdimin tek libri i dytë. Dërsa në librin e parë, kujtojmë guret janë kolektiv të vendosur në një mur fjallësh, në librin e dytë ato shndrohen në gur intim që lidhen me përjetimet personale dhe emocionale. Kjo është arsyeja pse libri i dytë ka një ton më të thellë, mediativ dhe melankolik. Njëti gur ofron një udhtim shpirtëror emocional që lidhet me vetveten, të tjerët dhe kohën. Pjesa e parë ndërton një atmosferë filozofike, mediative, mbi rrjedhën e jetës natyre, ndërsa pjesa e dytë thellohet në mungesën, humbjen dhe marrëdhëniet njerëzore. Poetja përdor figurat poetike, stinet dhe elementet mitologjike për të krijuar një univers poetik të pasur, ku koha, kujtesat dhe ndjenjat ndërturen në rrjedhë të pandërprerë reflektimi. Lexuesi përfshihet në një rrugtim ku pritet humbjen, mallin dhe shpresën. Megjithatë, një vërejtje kritike e vogël mund të lidhet me fragmentarizimin e bazave, ndonjëherë lirizimi i tepruar dhe mungesa e fiksimit mund të bëjnë poezinë më të vështirë për të ndjekur nga lexuesi i zakonshëm. Por përkisht, kjo është forca e saj, të kërkojë një lexues aktiv që ndjek vargun si një proces mediativ dhe jo si një shprehje drejt të drejtë. Në fund, Majlinda del si një poete që jo vetëm që ruan vijimsinë e vargut të shqip, por lartëson atë duke bërë një pasqyrë të pasur të ndjenjave njerëzore dhe një dëshmi të fuqisë dhe fjalës poetike. Fillimi i poezive me shkronja të vogla dhe mungesa e shenjave të piksimit e bën tekstin më të drejtë për drejtë dhe vetë reflektues, duke i dhënë lexuesit përvojën e një leximi të thelluar që kërkon përqendrim dhe interpretim aktiv. Është e qëllimshme. Edhe te libri i parë edhe te ky libër, un kam heq komplet gjithë shenjat e piksimit, sepse un fillimisht i vendos, sepse profesioni, mania, qenit e saktë, gjuha, i vendos për e shkruaj fillimisht. Po mandej më duket sikur po tentoj me orientu maksimalisht lexuesin qysh me lexu poezinë tënde. Dhe këtë s'kam dashur me e bërë. Kam dashur me e lënë leximin e lirë. Po m'vjen mirë që e keni vrejt këtë pjesë, ju se keni pas librin përpara, po e shihni tash. Po m'vjen mirë që po e lexoni këtë farë. Unë mendoj që te poezia jame ka shumë ambiguitet, ka shumë kuptimsi. Edhe mbaret shpesh qysh e lexon, çashtu në fund ka me dal, si në thonë, esenca e asaj që është shkru. Jo rastisht në Shamezhoni e përmendi faktin që e do një lexues kultivum, unë jam e vetëdijshme që vargu jam është varg i rënd me u lexu, prandaj nuk kurrë s'kam menduar që unë kam shumë lexues. Unë mendoj që s'kam. Janë 20, janë 10 vinë për mua, ata 10 tjerë për poezinë, domethënë aty jemi, por që po është e qëllimshme te libri i parë dhe libri i dytë. Se në kupërtinën e pasme, astot brenda nuk jep një biografi t'juin, një impresion, një vështrim kritik. Timin, Tademit, ko me parë që ka po sef, Donikës, Mërzonit, Mërgimit, dhe pse si veni libri të çmim. Kam dasht me pa qysh po më rrinë të lexuesi poezia, jo unë. Ju jeni mi që shukë, është natyrshme me folë tash këtu, me thonë Majlinda, po kur flitet për librin e për poezinë, mendoj që duhet më harru autorit. Derti madh që e ka shkruar Majlinda, kushdo qoftë, poezia ka vlerë, a është diçka që mbjeton, a është diçka që shërben. Nëse po, e kam biseduar me dikan, me Vahidin, edhe ndoshta një mundësi e mirë me përmend një mik i mirë që jeton në Amerikë, i cili ka qenë, si thosh, një nga ata 2-3 lexues të vetëm para se me u botu libri, i cili në një moment nga thonë me këtë natyrën tonë, ndoshta kishe bo mira se emrin hiç mos me pasqit. Menoj që ndoshta kish me qenë edhe më mirë. Poezia jeton edhe pa neve si individ. Na jemi thjesht, kemi qëllu këta që po e përqojmë një pjesë të asaj që është brenda nesh si botë, si natyrë, si artë, si çka do të qoftë. Po kjo është arsyeja dhe pse nuk e shes, po më thonë, librat me poezi nuk më rri me i vendos në treg. Nuk mundem me ju qitë çmim. Më falni,
Unë kam jetë me të maqme nështë, po zemra nuk ma bon. Unë tjera lukse nuk i lejoj vetë vetës, nuk kam tjera lukse, poezine kom pas gjithmonë një diçka që e kom dosht fort të vetmin marat konkurencë e limit e bon veç poezia, kështu që s'kam qka me e bo. Po du me thonë që kjo është arsyeja pse nuk ka çmim. Ani se kur fillova me lexu ligjin, atë ligjin po kërkoj ke me qitë një çmim, po jo, poezia jo, kur bëhet prozë mandej kush don me gjetë librin e gjenin nëpër librari si kret libra tjerë. Po poezin jo, e kam sikur copa të shpirtit që unë i po mbu aty, e deri ku më rrim, ajo varet pastaj krejur si letrar. Është një libër poetik që ta plotson dhe ta përmbush shijen letrare dhe estetike. Lexuesit të thjeshtë dhe të vëmendshëm i krijohet përshtypja se ai vetë është brenda frymës së këtyre vargjeve. Këtu kemi një lidhje kauzale ndërmjet lexuesit dhe poezisë. Edhe sa i përket gjuhës, përkatësisht fjalës shqipe, libri poetik i Majlindës i njëjti gur, në një farë mënyrë është edhe një gur i rëndësishëm dhe i çmuar i vendosur në themelët e krimtarisë së saj poetike dhe një kontribut i çmuar në panteonin e poezisë bashkëkohore shqipe. Libri i njëjti gur, pas të tjera është paraqet edhe një udhëtim poetik në brendi njerëzore, një rrëfim për kohën, hapësirën dhe kujtesën për dhimbjen dhe shpresën. Me këtë libër, Majlind Sinani Lulaj dëshmon se poezia vazhdon të mbetet dhoma ku mundet vetmia dhe ku njeriu arrin të gjejë forcën për të përballur me sfidat e jetës. Se poezia është një hapësirë ku ideja përmes fjalës figurative shndrohet në gur për të mbështetur, por edhe në dritë për të mos humbur rrugën. Dhe në fund, ta urojmë autoren që libri i saj njëjti gur i vendosur në panteonin e poezisë son të bëhet pjesë e një udhë të gjatë krijuese për të, me lexues të kultivuar dhe me vlerësim të merituar. Unë besoj që edhe Mergjani edhe plot miq e shok që ma njohin, si më thonë, në perspektivën politike të bindjeve të mia e din që unë qëndroj te standardi politikisht. Por në anën tjetër, pjesa artistike, veçmas poezia, shpërfaq diçka që është shumë intime, shumë e jona, shumë shpirtërore. Në mënyrën që ne e themi, në mënyrën që ne nxjerrim një mendim. Edhe mendoj që unë shkruaj nga pak edhe prozë, ndoshta libri jashtë mund me qenë prozë, po proza zakonisht e unë vjen në standard. Nuk lëviz për standard. Po pjesa poetike e poezive nuk më vjen ndryshe. Kam provu me shkruaj standard, po nuk mbush mund si autor. Prandaj është gjuha në të dy librat, kjo gjuhë dhe me të drejtë mbase Mërgimi e ka vrejt në të dy librat, të pas parasysh që ka pas kohë mbase me absolvu materialin e të dy librave, që edhe kur unë nuk du me i pa si vijimësi, janë vijimësie e njëri tjetër. Dhe mendoj që në një formë tjetër, një format një moment tjetër, nëse riformatohen edhe vendosen ndryshe në radhitje ose në strukturë, e kam atë bindje që ndjesia e tyne edhe perceptimi për to dhe ajo që ka lexojmë, edhe për mu si autore vjen ndryshe. Për periudha caktume e ka marrë veç mas librin e dytë, jo librin e parë shumë në përdur, por librin e dytë e ka marrë në përdur gjatë, i kam riradhit sa herë poezi të mbesoni që kur dy herë një lloj nuk më kanë ardhur, mu si autore. Nuk e di që shkan me mbrite te lexuesi, po që uroj tjetë mbrenda shijesht atyre që duan me lexu poezi. Vargjet e Majlind Sinani Lulaj krijoi një hapësirë ku kujtesa, përjetimet dhe reflektimi shpirtëror ndërthuren në mënyrë të përhershme.